plus Baltës që pati rëshqitje të madhe që erdhi te shtëpia, tash u rrëzua dhe te Parizi. Ne ishim larguar në Afrika e Baltës që po vinte, ishim larguar. Kur erdhëm në mëngjes e gjetëm edhe shtëpinë në këtë gjendje që siç e shikoni. Ajo rrëshqitej një herë, erdhi për herë të dytë, edhe tashi është herë e tretë, herë e katërt, ja dje për shembull erdhi kjo masa tjetër më të poshtë. Kanë thënë që po ja do t'ju japim një dhomë te spitali. Ç'do bëj në spital unë? Unë s'jam i sëmur. Unë dua dhomë që edhe me nder të vesh në banjë, po edhe të gatuash, se nuk rohet me frymë. Ne dy burrë e grua jemi. Unë 78 vjeç, ajo rreth 70. Në 66 erdhi ushtria me rekomandimet që bëheshin atëherë të bëjmë tunele, të bëjmë bunkere për strehim. Edhe filluan punimet, punonin ushtar. Jo civil, asnjë civil, vetëm ushtar. Punuan 6 muaj fillimisht, edhe arritën gjerë të shkëmendja në aty lart. Zori një burim uji të vogël, tuneli, edhe ata i vërën ca betone në formë harku kështu që ta mbanin. Pa një ditë të bukur rrëshqiti edhe erdhi Balta te shtëpia në atë kohë. Po jo shumë Baltë. Edhe u krijua një grop aty, e cila me kalimin e viteve u tha, kishim mbjell edhe ca ara, ca pemë që për ta mbajtur aty, nga të cilat kanë rezistuar vetëm këto arat, po që kjo e fundit i vëri përpara dhe arat. Edhe mbas atij viti që e lëshuan, nuk o ta bënin, ranë qetësi, nuk kishte ndonjë shqetësim për atë kohë. Dhe erdhi ky vit i bukur që u dogj vendi komplet, u dogjen me pemë, me shkurre, me të gjitha. Pas atyre ndodhi ajo që zërën shirat që ranë në një kohë shumë të shkurtër. 24 orë mund të ketë rënë 240-250 mm. Edhe ajo ne në darkë iknin në Afrika e rrëshqitjeve. Se vinin rrëshqitje dhe shkonin në Sarandë. Këtë shtëpi e kam kaq me sakrifica sa nuk kam. E kam mbajtur, kam bjell, kam punuar sa asnjë i kam bërë me gjake, me djersë, me kazëm kur të them. Kisha mbjell ullinj, kisha mbjell rrush, kisha mbjell vresha, të gjitha më shumëtuan me 0. U kërkoj një ndihmë të jemi plek, jemi të moshuar, u kam kaluar paralizë, ai po vete 80, u po shkoj 70, dhe të jemi më të zot tani, që do bëjmë asnjë gjë. Duam një ndihmë, a një fond nga bashkia atë, se çdo na japi nuk e dim, se këtu nuk jetohet. Ti të flëm këtu nuk flihet, as ditën, jo të rish edhe natën. Nuk e di. Duam një ndihmë. Shumë keq, jo e kem përjetuar keq. Dëgjoj, të prishet një gjë e vogël, jo të ndodhi kjo, ta shikosh me sy një herë. Prishej nga ana shëndetësore. Jo të dokumentosh lodhjet, mundimi të paguajmë një qira, të paktën të rrim. Këtë kërkojmë të jetojmë. Si njerëz, dëgjoj, me këtë gjendje ne nuk kthehemi më të jetojmë si njerëz, se mua më prishej gjithë terezia. Më prish, çdo gjë më prish. Të vish brenda të shikosh, ka rënë suva, shtëpia ka marrë, plus që ishte çatia, po ka marrë edhe deformim soleta.
Shqipërisë.